Alba qëndronte e qetë, por brenda saj një furtunë emocionale po shpërthente. Sytë e banorëve e ndiqnin me kujdes, disa me habi, disa me keqardhje, disa me një farë frike për vendimin që po merrte. Atmosfera në shtëpi ishte e ngarkuar. Çdo fjalë, çdo heshtje, çdo shikim peshonte më shumë se zakonisht. E kam bërë kërkesën për të dalë, tha ajo, zëri i saj i qetë duke shpërndar tensionin në dhomë. Nuk ishte vetëm një deklaratë. Ishte një vendim që kishte peshën e një historie të tërë brenda shtëpisë së Big Brother. Ishte vendimi i një gruaje që kishte përjetuar shumë, që kishte dhënë më shumë nga vetja se sa mund të imagjinonin të tjerët. Banorët u ngritën pak nga vendet e tyre, disa lëvizën ngadalë, të kujdesshëm, si të mos dëshironin të prishnin momentin. Ndonjë e qeshur e lehtë u shfaq, por u shua menjëherë. Ata e dinin se fjala e Albës nuk ishte lojë. Nuk ishte diskutim për strategji. Ishte një vendim personal, një kufi që ajo kishte vendosur për veten e saj. Do i them edhe një dy fjalë limit, vazhdoi Alba, duke bërë një hap drejt tij. Shikimi i saj nuk ishte i acartë, por ishte i vendosur. Nuk kishte frikë, nuk kishte dyshim. Vetëm një qartësi që vinte nga përvoja e saj dhe nga ndjenja që nuk mund të shtyheshin më. Limit e shikoi për një moment, i surprizuar nga vendosmëria e saj. Nuk ishte hera e parë që ai e kishte parë të fortë, por ishte hera e parë që e ndjente kaq të pavarur. Ai nuk foli menjëherë, sepse fjalët e duhura nuk ishin të thjeshta. Ata qëndruan disa sekonda në heshtje, duke ndarë një kuptim të heshtur mes tyre, një marrëveshje të pashprehur. Çdo gjë që do të ndodhte pas kësaj, nuk mund të ndikojë nga tjetri, do ik nga Big Brother, tha Alba për të gjithë, duke kthyer shikimin nga banorët e tjerë. Fjalët e saj goditën si një dritë e papritur në dhomë. Nuk kishte asnjë hije të llojit të pasigurisë, nuk kishte pasqyrim të dëshirës për aprovim. Ishte e vërteta e saj. Një vendim i qartë që thjesht duhej të dëgjohej dhe të pranohej. Shtëpia e ndjeu atë moment si një ndryshim. Atmosfera u rëndua si ajo i parastuhis. Shumë banorë ndjenin një boshllëk të papritur, si diçka që po largohej përtej kapaciteteve të tyre për ta kuptuar. Sepse Alba nuk ishte vetëm një banore e zakonshme. Ajo ishte një energji që kishte ndryshuar dinamikën e shtëpisë, kishte vendosur tonin dhe kishte shfaqur një nivel sinqeriteti dhe guximi që nuk shihej shpesh. Disa u ulën përsëri në vendet e tyre, duke përtypur fjalët e saj, duke reflektuar mbi mënyrën se si ajo kishte lëvizur me dinjitet dhe pa dramë. Shumë e kuptuan se pavarësisht lojës dhe intrigës që shpesh mbulonte ambientin, vendimi për të ikur nuk ishte i lidhur me strategji. Por me respektin ndaj vetes, Alba vazhdoi të shpjegonte me një qetësi që nuk kërkonte aprovimin e askujt. Si a vlen të rri me këtu? Nuk është për mua më. Nuk është se nuk më pëlqen të jem pjesë e lojës, por ka një kufi që çdo njeri duhet ta vendos për veten e vet dhe unë e kam arritur atë kufi. Banorët e kuptuan. Nuk kishte argumenta që mund të ndryshonin mendimin e saj. Ata e ndjenin forcën dhe sinqeritetin e vendimit të saj. Nuk ishte hakmarrje, nuk ishte rebelim. Ishte thjesht një akt i integritetit, limit i afrohet një hap më shumë. Nuk thot asgjë, por syri i tij i tregon Albës se e kupton. Jo të gjithë e kuptojnë këtë lloj guximi. Jo të gjithë mund ta njohin vendosmërinë që kërkon të dalësh nga një situatë që mund të jetë ndërlikuar emocionalisht, por që nuk ka më sens të vazhdoj. Alba merr frymë thellë, duke ndjer peshën e momentit dhe, njëkohësisht, lehtësinë që vjen kur vendimi është marrë. Nuk ka kur farë pendimi. Ka qartësi. Dhe kjo qartësi është ajo që e bën të fortë, atë që e bën të pamposhtur, edhe kur largohet, ajo shikon përreth shtëpisë një herë të fundit, duke marrë kujtime të secilit moment, secilin marrëdhënie, secilin debat, secilin qeshje dhe lodh. Dhe aty ku ndjen boshllëkun, ajo ndjen edhe një farë krenarie. Sepse të largohesh me dinjitet, të largohesh duke ruajtur veten, është një fitore e vërtetë. Kur Alba hap derën për të dalë nga Big Brother Kosova, ajo nuk largohet vetëm fizikisht. Ajo lë pas një mesazh të qartë, qëndrimi i fortë dhe sinqeriteti shpesh vlen më shumë se çdo lloj strategjie, çdo komplote apo çdo opinion i tjetrit. Ajo largohet si një shembull i vendosmërisë, si një kujtesë për të gjithë se kur e kupton se çfarë nuk është për ty, largohesh, pa frikë, me dinjitet dhe me krenari, dhe banorët, edhe pse të tronditur, e kuptojnë. Sepse kjo është ajo lloj force që nuk mund të injorosh. Forca që vjen nga vetja, jo nga fuqia që dikush tjetër mund të ketë mbi ty.